Të dashur shqiptarë, sot është një ditë e veçantë sepse dua të shpjegoj origjinën e fjalës radhiqe. Është një lloj si në gjuhën greke, radhiki, dhe kjo është shpjeguar gabim në fjalorët e greqishtes. Sepse aty thuhet që vjen nga latinishtja radicula, që do të thotë rënjë vogël, por nuk është e vërtetë. Kjo është në helenisht, radhix, i thonë degës së palmës. Por radhiki është fjalë përkëdhelëse. Radhikion do të ishte në gjuhën e Bizantit. Kjo është fjalë e gjinisë asnjanse. Ndërkohë, në gjuhën latine radix i thonë rënjës, në helenisht i thonë degës së palmës. Kanë të njëjtin burim. Por në gjuhën helene mori kuptimin e degës, ndërkohë që fjala radhiki vjen nga latinishtja në fakt, nga radix. Në kohën që po e shpjegojmë këtë film, në të gjithë fjalorët e greqishtes, thuhet që kjo vjen nga italishtja. Gjuha italiane është krijuar nga shekulli 9 në shekullin e 13. Dhe ka hyrë vonë si gjuhë e Italisë. Përpara gjuhës italiane kanë qenë dialekte të tjera, shumë të famshme në gadishullet e Italisë, dhe Italia nuk ka patur shtet të vetëm, nuk ka patur gjuhën e saj të vetme. Prandaj nuk ka mundësi që nga italishtja kjo të ketë hyrë në greqisht. Pra, greqishtja këtë ka marrë nga gjuha bizantine, që tash nuk ekziston më, dhe atje ishte në gjinin neutrale, asnjanse, radhikion. Dhe vjen nga radix, nga latinishtja. Pra jo nga italishtja, sepse italishtja nuk ishte krijuar akoma atëherë, dhe kjo krijohet dhe në shqip në të njëjtën kohë. Në latinisht është në gjinin femrore, edhe në shqip është në gjinin femrore, si në latinisht. Pra, ky ndryshim fonetik, radix në radhiki në helenisht dhe në radhiqe në shqip, ka ndodhur në shekullin e 10. Sepse d-ja kthehet në dh në shekullin e 10 në gjuhën e Bizantit dhe në shqip. Të njëjtat ndryshime fonetike që ndodhin në gjuhën e Bizantit ndodhin edhe në shqip. Tani nga e diun këtë? Nga një fjalë jashtëzakonshme që e kanë mësuar të gjithë. Në gjuhën helene fjala pordhi është në dialektin e Atikës, ndërsa pordha është në dialektin pontik, në detin e Zi. Kryeqyteti i grekërve në detin e Zi quhet Arbanion ose Albania. Ndërsa principata e parë në Shqipëri quhet Arbanon, gjithashtu. Pra, principata e Arbanonit fliste një gjuhë të ngjashme me greqishtën pontike. Dhe në greqishtën pontike kjo është pordha. Edhe në Shqip ashtu është pordha, dhe d-ja bëhet dh, pra, vetëm në gjuhën greke dhe në gjuhën shqipe. Pra, radix e latinishtes, rënja, kthehet në radhiki, radhikion, në gjuhën greke, bizantine, dhe në radhiqe në gjuhën shqipe. Pra kjo është fjalë e lashtë, po të kemi parasysh që perandoria bizantine ka ekzistuar që nga shekulli i 3 ose i 4, atëherë krijua Konstantinopoli nga perandori i lirë Konstantini i Madh. Kjo është perandoria e lindjes, dhe u vendos që atje të përdorej pikërisht gjuha e dialektit dorik. Krijimi i fjalës pordha, pra, është në gjuhën bizantine, por jo në gjuhën greke të dialektit të Atikës. Dhe radhikion është fjalë bizantine, radhiqe në shqip. Tani duhet të them diçka shumë të rëndësishme, që nënkryetari i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë ka deklaruar se gjuha shqipe ka mbijetuar midis latinishtes dhe greqishtes. Duhet të keni parë këtë film në emisionin Dritare. Ç'kuptim ka gjuha shqipe ka mbijetuar midis latinishtes dhe greqishtes? Gjuha shqipe dhe të gjithë gjuhët huazojnë fjalë nga njëra tjetra. Dhe gjuha greke këtu ka huazuar nga latinishtja. Dhe kjo fjalë ka hyrë në shqip dhe në greqisht në të njëjtën kohë. Pra ligjet fonetike të shqipes janë të njëjta si ligjet fonetike të greqishtes. Çdo me thënë gjuha shqipe ka mbijetuar. Ilirët flisin dialektin dorik.
Të gjitha mbishkrimet e gjetura në Iliri, në Dalmaci, në Kroaci, aty ku kanë qenë ilirët, janë të dialektit dorik, dialekti Spartës, që është ndryshe, krejt ndryshe nga dialekti Atikës. Në kuptuat tani që akademikët shqiptar nuk e kanë idenë e gjuhës shqipe, fare. Dhe nuk e dinë që ilirët flisnin helenisht. Të gjitha koinet ose bashkësitë ilire janë numri shumës, sepse kështu e kërkon fjala koine, është në numri shumës në rastin gjinore, dhe emri i qytetit do dalë gjithmonë në numrin shumës. Të gjitha emrat e qyteteve ilire janë numri shumës, përfshi dhe Skodrinon, Koinoja Shkodrave. Gjë më e bukur është se Olkinion, qyteti i Olqinit, është fjalë përkthelse në helenisht. Delminion, kryeqyteti i Dalmatëve në Kroaci, është fjalë përkthelse në helenisht. Këto fjalë nuk janë të gjuhës greke, janë shqipe. Olkinion nga fjala ulk dhe Delminion nga fjala delme. Pra ilirët flisnin dialektin dorik. Pra sipas ka mbijetuar shqipja gjuhën greke, nuk ka gjuhë greke, kanë qenë vetëm dialekte të ndryshme të fisëve iliro-helene. Dhe as gjuha shqipe si ishte formuar akoma atëherë, dhe as gjuha greke mbështetur mbi dialektin Atikës, jo dialektin dorik. Akoma s'ishin formuar. Pra nuk ka kuptim të thuhet që gjuha shqipe ka mbijetuar midis greqishtes dhe latinishtes, sepse nuk ekzistonte gjuha greke, ekzistojnë vetëm dialekte helene. Ju falenderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor.